e jashtëzakonshme. Kemi tani besoj. Po provojmë këtë herë të fundit, po besojmë që dëgjohemi. Besim, përshëndetje. Përshëndetje për ju dhe shikuesët e televizionit Niseni. Urojmë që të funksionojë tani linja dhe të na japësh ato informacione që po besoj i interesojnë secilit qytetar. Ditë merreshje patëm, vërshime gjithashtu, ndërsa në interes të qytetarit është të dimë se është paralajmëruar se tërë kjo javë mund të jetë me rreshje dhe me temperatura të ulta. Cilat i kemi informacionet e fundit? Po, do të thotë pasqyrë e rreshjeve për intensitetit të lartë, të cilat kanë rënë gjithë teritorin e Kosovës, kemi dikon nga 20-25 litra në veri deri në 90 litra në jug të Kosovës. Sot kemi edhe intervale kohore me diell, por to rrezë dielli gjatë ditës së nesërme, pastaj do të shndrohen në vranësira të cilat do të shoqërohen me rreshje shiu. Do të thotë do të kemi rreshje sërish ditën e nesërme dhe pas nesër, po intensiteti i tyre do të jetë më i dobët. Por nëse bëjmë krahasimin me rreshjet që i patëm ditëve të fundit, këto rreshje që do të binë sigurisht se do të ndikojnë negativisht në fushat e bujqësisë, pasi që të gjitha tokat janë të ngopur, të them ashtu, me sasi të lagstisë dhe këto rreshje pastaj do ta kanë atë efektin themi negativ. Ditën e shtunë do të jetë një mosë ftohtë e ajrit, e cila do të jetë e përkohshme, ku në vishet të larta mund të shoqërohet me rreshje të borës, kurse në vishet të ulta dhe mesatare pashihet kemi rreshje të shiut të intensitetit mesatar. Temperatura do të loten nga 11 deri në 14 apo 15 gradë Celsius. Presioni atmosferik është dikon në vlerat e normales, 1020 milibar, mbi vlerat e normales. Kemi erë të dëgë nga pjesa jug perindimore, por kjo pastaj ditën e shtunë do ta ndryshoj kohën në drejtim të veri lindjes dhe veri perëndimit, gjë që do të ndikojë edhe në uljen e temperaturave, në uljen të përkohshme të temperaturave, gjë që thash në vishet të larta mund të ketë edhe rreshje bore. A të bëhemi gati për një dimër më të ftohtë, më të acartë se vitin e kaluar? Se dimrin e kaluar. Nëse bëjmë krahasimet me temperaturat që ishin gjatë verës, statistika që i përcjellim ne kemi pasur një verë shumë të nxehtë, dimri pastaj ka reflektuar me temperatura të ulta. Unë kujtoj se do të kemi epizode me temperatura të ulta, por jo në kohë zgjatëse, do thotë nuk do të zgjasin shumë. Pastaj do të kemi edhe rreshje të borës të intensitetit themi ashtu mesatar, në vishet të larta do të jetë të intensitetit të lartë, kështu që ne po e përmbyllim pastaj një vetë edhe pse jemi tash në muajin nëntor me rreshjet të cilat e kanë plotësuar mesataren, do ta plotësojnë mesataren e viteve tjera. Po, e dim se parashikimet ju mund t'i keni për 10 ditët e ardhshme, të cilat janë më të sakta. Më tutje nuk ka siguri. Por pas javës, do të thotë nga fundi i javës, nga e hëna e tutje, si janë parashikimet? A ka rrezik që të ketë sërish vërshime të tjera, duke ditë që kapacitetet i kemi paksa të zvogluara që ti menaxhojmë situatat e tilla kur ka rreshje më shumë? Po sigurisht se do të thotë tani rrezikohemi nga vërshimet për shkak se toka është të ngopur me sasi të rreshjeve. Pastaj edhe lumejt ne nuk i kemi lume sikur që kemi pasur dikur, janë të shkatruara nga faktori i ri dhe këto tash po do të thotë po reflektohet me këto vërshimet që i patëm dje dhe ditët e pardjeshme. Kështu që po them këto rreshje që do të vinë, thash edhe më herët, nuk do të jenë të mirë se ardha, për shkak se toka është e ngopur me sasi të lagështisë. A do t'i shërbejnë dikujt mirë këto rreshje, përveç vërshimeve të cilat natyrisht janë të dëmshme, por tokave, lumenjve të cilët janë ujit në përgjithësi, sepse kemi vërejt që ka qenë një verë shumë e thatë dhe kemi pas nevojë edhe për shtim të ujit. A ka në janë pozitive? Liçenet tona artificiale që kemi liçenet akumuluese, ato do ta kenë efektin pozitiv, pa arsye se do të mbushin liçenet me edhe janë mbushur tani dhe do të mbushen në ditët e vijuese, por ndryshe sa i përket të bujqësisë, sigurisht se edhe ata bujqët të cilët nuk e kanë arritur të mbjellin tokat e veta, tani është e pamundur të futen në ato parcelat e veta për t'i përgatitur, për ta lavruar apo për ta mbjellur tokën me kulturën e grurit, sepse toka tani për tani shumë e lagur.
vetëm në vende ku kemi kullime, do të thotë në vise përreth maleve, aty ku kemi tokat punueshme, ato do të jenë do të thotë më të përshtatshme për ta mbjellur këtë kulturë të grurit. Po, ju më tha që keni pasur dhe një takim, keni qenë pikrisht në Institutin Hidrometeorologjik Kosovë. Cila ka qenë tema, ka pas diçka të veçantë që keni diskutuar sot? Jo, të gjithë kolegët janë në teren, do të thotë hidrologët janë duke e përcjellur lumejt, kemi rritje të niveleve, ata për momentin janë në teren dhe këtu në institut janë vetëm këta punëtorë të cilët bëjnë punë të veta në fushën e kimisë. Qartë. Mendova mos ka ndonjë plan, ndonjë veprim, diçka që ja blen thuhet edhe për qytetarët. Atë vishemi trash dhe kundër shiut për festën e nëntorit, pikërisht për festën e flamurit, javën tjetër, më thuaj këtë. Po, për kundër shiut, po nuk do të jetë ftohtë ashtu. Nuk do jetë ftohtë. Siç po mendojmë se temperaturat do të jenë diku tra 14 apo 15 gradë Celsius. Por rishjet nuk do të mungojnë zërish. Po, temperaturat edhe i pranojmë në fund të nëntorit, 15 gradë është e mirë se ardhur natyrisht. E mirë për vendin tonë. Faleminderit Punë të për mbarë. informacionet, punë të mbarë. Faleminderit juve, punë mbarëtje.